Shoqata Bashkimi Fjerak Apollonia, model shembullor i komunitetit të emigrantëve shqiptar në Greqi, organizoi një takim festiv në mjedis të hapur buzdetit të Vulkamenit, në Athinë me bashkëdhetar nga qarku Fier e Mëgjer, të cilët punojnë dhe jetojnë në Greqi. Në fjalën e rihapjes së këtij takimi, kryetarja e shoqatës zonja Elida Sopoti bëri një ekspozë të punës 3 vjeçare të shoqatës dhe u ndal tek arritja e objektivave të punës, duke vënë theksin tek angazhimi në një kohë të shkurtër për organizimin e aktiviteteve kulturore dhe artistike për mbar komunitetin shqiptar dhe në veçanti për atë të Fjerak. Përshëndetje të gjithëve. Sot neve jemi mbledhur shoqata Apollonia Bashkimi Fjerakëve në Greqi. Jemi mbledhur të festojmë 1 majin sipas traditës që dikur neve festonim në qytetin tonë. Tashmë neve këtë e kemi vitin e 3, mblidhemi dhe nikoqiret fjerake kanë gatuar gjëra tradicionale dhe festojmë gëzuar 1 majin me të gjithë fjerakët, dashamirësit tanë dhe miq tanë të ngushtë. Nga zemra i uroj të gjithëve gëzuar 1 majin. Dua të përshëndes edhe një miken time shumë të ngushtë, që sot ajo na ka nderuar nga Brukseli, fjerakja jon Mimoza Tite. Një duar trokitje dua për Mimozën dhe falenderoj shumë për pjesëmarrjen e saj. Gjithashtu të gjithë miq dhe dashamirësit që na kanë nderuar sot me pjesëmarrjen e tyre. Gëzuar pra! Mjediset e natyrës së bukur dhe atmosferës festive, amvisat fjerake demonstruan gatime tradicionale nga të gjitha zonat e qarkut Fier, të përgatitura prej tyre të cilat pjesëmarrësit i shijuan dhe vlerësuan për shijen dhe vlerat ushqyese. Gjatë këtij takimi festiv, pjesëmarrësit e shumt kënduan, kërcyen këngë e valle popullore nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Gjatë këtij takimi të pranishmëve ju dhuruan dhe bluzo me logon e shoqatës Apollonia.